Mirë mbrëma shikues të nderuar, po ndëgjoni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtatë. Si fillim ndjekim së bashku titujt kryesor. Vdekja e 2 fëmijëve dhe prindit varrosen viktimat. Komuna e Malishevës në Zi, shkolla Ibrahim Azreku, ku të miturit e ndjerë vijonin mësimin pezullon orët për ditën e sotme. Kujtojnë nxënësit që vdeqën tragjikisht. Komuna zotohet se do t'i qëndroj afër familjes. Thuan fjalët përfundimtare për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për Murselin Plavën e Kokallën. Përmendet fakti që vrasja u krye në sytë e fëmijëve. Vendimi shpallet javën e ardhshme. Në Kuvendin e Kosovës miratohet në parim projekt ligji për byron shtetërore për konfiskim të pasurisë, kundërshtohet nga opozita. Deputetët i thonë po dërgimit të FSK-s në Gaza. Vendimi kalon me 89 vota pro. Publikohen të dhënat nga deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik, kryeministri Albin Kurti tha se në llogarinë bankare ka vetëm 16 euro. Rendit faktin se ju ngrit vlera e qiras. E ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Haxhiu deklaron se mori kredi prej 160.000 eurosh për blerjen e banesës. Përkujtohen masakrat në Poklet dhe Çikatov të vjetër. Liderët shtetëror bëjnë homazhe. Thonë se drejtësia akoma nuk e tha fjalën e vet. I mbjetuari i masakrës të Poklekut rrëfen në të shtatë për ditën e rëndë kur ju vra nëna dhe vëllezrit. Edicionin për sonte e fillojmë fatkeqësisht me një ngjarje të rëndë, e cila ka ndodhur në komunën e Ferizajt sot, ku një 15 vjeçar ka vdekur gjatë orës mësimore. Kështu ka njoftuar policia e Kosovës, e cila tha se i mituri ishte rrëzuar pa ndjenja gjatë orës së edukatës fizike në shkollën Kuvendi i Arbrit. Nxënësi u dërgua në qendrën emergjente në Ferizaj, ku konstatua vdekja e tij. Lidhur me rastin janë njoftuar njësia e hetimeve e stacionit, hetuesit rajonal dhe krimteknikët, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore, tha policia për të shtatë. Sipas drejtorisë së arsimit në këtë komunë, dyshimet e para janë se i mituri pësoi sulm në zamër. E 2 fëmijët dhe prindi i tyre që vdiqën në rrethana tragjike një ditë më parë në Malishev janë varrosur sot. Atyre ju dha lamtumira e fundit në ora 18 dhe u varrosën në fshatin Gurbardh. Hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Kjo tragjedi ka tronditur Malishevën. Madje shkolla Ibrahim Azreku, ku të miturit e ndjerë mësonin, sot ishte në Zi. Orët u pezulluan, por u kujtuan nxënësit që vdiqën tragjikisht, ndërsa nga komuna e Malishevës premtuan përkrahje për familjen. Në këto banka do të duhej të uleshin nxënësit, e sot ato ishin të zbrasta. Pas një tragjedie të ndodhur të njëjtën në Malishev, vëlla e motor humbën jetën nga zjarri bashkë me babain e tyre. Shkolla Ibrahim Azreku, në të cilën vijonin mësimet 2 fëmijët, shpalli ditë zije. Në koordinim me drejtorinë për arsim dhe edukim në Malishev, po ashtu me këshillin e prindërve dhe mësimdhënësve, kemi vendosur që sot të mbahet ditë zije në shkollën tonë, dhe në nderim të tyre do të mbajmë një mbledhje komemorative, e cila do të fillojë nga ora 15, ndërsa ceremonia e varrimit do të mbahet nga ora 18 në fshatin Gurbardh. Për 2 nxënësit që u shuan, nga këtu thanë se do t'i mbajmë për herë kujtimet më të mira. Nxënësit Nailja dhe kujtimi kanë qenë me një klasë, vëlla e motor, kanë qenë shumë të dashur dhe të sjellshëm, kolektivi ka qenë shumë i lidhur me ta, ke kanë pas për kujdesjen maksimale të mësuesve të tyre, kështu që ata do të mbeten në kujtimet më të mira nga ana jonë. E banesa ku ndodhi tragjedia ishte ende e rrethuar me shirita, kurse lëvizje aty nuk pati. Familjarët kishin hapur dyert për ngushëllime, derisa më vonë trupat e viktimës u sollën tek ta. Ngjarja preku rënd edhe qytetarët e kësaj komune. Do të më shpall komuna ditë zije. Se shumë dhe kera unë thonë pra familje. Dojnë të sene për ndojë, për duhet më kujdes shumë, më shumë të komuna. Bili kontrolë më konë njëti era të rrima, të njëtja, me qëfar gozi pa përnojnë, me shka është. Nga ana tjetër, komuna Malishevës po zotohet se do t'i qëndroj afër familjes dhe do t'i ndihmoj ata. Ne jemi mundu të qëndrojmë pranë familjes
do të viktimave, ku kjo familje ka lënë edhe 2 fëmijë, njëri 4 vjeçar i cili ka qëndru në qirë dhe ka qenë kohën e zjarrit dhe vajza 13 vjeçare e cila ka qenë duke lozur jashtë. Nënkryetari i komunës Vesel Krasniqi ka edhe një apel për bashkëqytetarët. Edhe në afekcion japin deklaratat të ndryshme që janë krejt normale, mirë po edhe institucione prej kryeministit i cili jep deklarata edhe shkaktarin që ne nuk e di mende, këtu nuk janë të mira. Derisa të gjitha rrethonat e tragjedisë nuk dihen ende, rasti është nën hetim e nga policia treguan se me çka u ballafaquan një ditë më parë. Personat e parë që kanë qenë dobanuesit e afër i kanë shoqëruar vetëm 2 fëmijë, sepse 3 persona në momentin që kanë ndodhur zjarri kanë qenë 3 persona në banesë. Në personi i parë që ka shkuar të afër dobanuesi kanë ofruar ndihmë, kanë marrë fëmijët e kanë çuar në emergjencë, ndërsa një person tjetër më i vjetër që ka qenë mosh prindi i tyre, rreth 35 vjeçar, është marrë nga shërbimi emergjent shëndetësor. 3 viktimat, prindi 35 vjeçar me fëmijë 12 dhe 9 vjeçar, pas shpërthimit të zjarrit vdeqën nga asfiksia. E për organizimin e një krimi makabër të kryer në vitin 2023, sot u than fjalët përfundimtare. Prokuroria kërkoi burgim të përjetshëm për Naimur Selin, Granit Plavën e Kushtrim Kokallën, të cilët tha se janë fajtor për vrasjen e Liridona Ademajt. Vendimi që do të merret javën e ardhshme nga gjykata, familja e sëndjerës tha se vetëm burgimi i përjetshëm është vendim i pranueshëm për ta. Pas 2 viteve, 4 muaj e 19 ditëve nga nota kritike, erdhën t'i thonë fjalët përfundimtare. Këtë premten e gjykatorën e themelorës në Prishtinë u paraqet Naimur Seli, Granit Plava e Kushtrim Kokalla, 3 të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt. Por para tyre fjalën e mori prokurorja e rastit Javorka Perlinčević, e cila deklaroi se versionet e ndryshme të tyre synuan shmangjen e përgjegjësisë penale. I akuzuari por Naimi me kujdes e ka planifikuar dhe ka pregaditur dhe ka pjesëmarrë në kryerjen e vrasjes së Liridona Murselit, të cilën në mënyrë fizike e ka kryer i akuzuari i dytë Granit Plava, duke shtënë nga pistoleta të cilën e ka marrë nga Naimi. Kjo tregoi para trupit gjykues edhe një deklaratë e djalit të madh të sëndjerës në prani të psikologut. Gjatë një vizite të fëmijëve në Suedi, djali më i madh në prani të psikologut ka thënë: Thojzat, hapi thojzat, hajni e futi dorën dhe i bëri mamit bam. Andaj kërkoi që të shqiptohet dënimi maksimal i paraparë për veprën penale, vrasje e rëndë. Të njëjtën e kërkoi edhe vllai i Liridonës Leonardi, duke shtuar se çdo vendim tjetër është i papranueshëm për ta. Kërkojmë që dënimi të jetë me burgim të përjetshëm. Çdo dënim tjetër e cenon, e denigron Liridonën, vendin, shoqërinë dhe bedijen e popullit tonë për këtë krim makabër. Ndërkaq vetë Naimur Seli mohoi se ka organizuar dhe se ishte në dieni për vrasjen, duke u betuar para trupit gjykues. Ju betohem që Naimur Seli nuk ka qenë fare në vetur momentin e vrasjes. Ju betohem, Naimur Seli nuk ka paguar për vrasjen. Kjo është e vërteta. Dhe shtoi se edhe emri i Bexhet Pacollit u përmend padrejtisht disa herë në gjykim. I cili fare nuk ka lidhje me këtë rast dhe padrejtisht ju është përmendur emri dhe kisha të nevojshme të sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij, sepse është e padrejtë. Lirimin nga akuzat e kërkuan edhe avokati i tij, si dhe mbrojtësit ligjor të 2 të akuzuarve të tjerë.
Në fund, trupi gjykues saktoi shpalljen e aktgjykimit për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt për të martën e ardhshme me 21 prill në ora 13:30. Policia e Kosovës ka njoftuar se në fshatin e Groc të komunës së Drenasit, gjatë një aksioni gërmimi janë hasur mbetje mortore që dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës së fundit. Sipas raportit policor, më 16 prill, njësitë përkatëse kanë realizuar veprimin hetimor në lokacionin e varrezave të dëshmorëve në këtë fshat. Gjatë gërmimeve janë gjetur eshtra që dyshohet se i përkasin së paku një personi. Mbetjet mortore janë dërguar në IML për ekzaminime të mëtejme mjekoligjore dhe identifikim. Në përvjetorin e 27 të masakrave në Çikatov të Vjetër dhe Poklek, janë mbajtur homazhe te memorialet e viktimave. Për personat që u vranë gjatë luftës, jo vetëm në këto masakra, por në tërë Kosovën, akoma nuk është vendosur drejtësia, sipas liderëve të vendit. 17 prilli i vitit 1999, që e ditë e rëndë për Kosovën. Atë ditë 2 masakra ndodhen në 2 fshatra të Drenasit nga forcat paramilitare serbe. Krimin u munduan ta fshehin, por gjurmët mbetën. E kjo histori e dhëmshme në Çikatov të Vjetër dhe Poklek u përkujtua pas 27 viteve. Ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, njëherët kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albudena Haxhiu, bëri homazhe në të 2 memorialet. Nga Çikatova e Vjetër ku u vranë 24 civil shqiptar, ajo tha se drejtësia akoma nuk e ka thënë fjalën e vet. Pasi që u vranë, trupat e tyre u dërguan në rashk të Serbisë, me qëllim që të fshihet krimi i bërë në masakrën e Çikatovës së Vjetër. Institucionet e drejtësisë është shumë e rëndësishme që të adresojnë pavonesa krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin që Serbia e ka kryer në Kosovë. 53 civil u vranë në Poklek po në të njëjtën ditë. Viktima më e re ishte një fushnjë 6 muajshe e më i moshuari 75 vjeç. Shumë qytetarë u mbledhën për të nderuar viktimat e këtij krimi e në mesin e tyre edhe kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrovci. Masakrat u përkujtuan edhe nga kryeministri Albin Kurti. Ai tha se përkujtimi i tyre është obligim institucional dhe shoqëror dhe se dokumentimi i krimeve dhe ruajtja e dëshmive janë thelbësore për të vërtetën historike dhe për drejtësinë. Ky përvjetor u rikthen dhimbjen edhe të mbjetuarve, që panë me sytë e tyre maltretimin dhe vrasjen e familjarëve. Njëri ndër ta, Leutrim Caraku, në një rrëfim në frontal të shtat, tregoi se si u vran nëna dhe 2 vëllezërit në masakrën e Poklekut. Po sot e kam mollë që s'kum arrit me po nonën. Se të kujtaj gjithë o konë një krume një johë në të zesë, po ftyrën s'ku mujnë një po. Thamë që o konë qaja. Ta në thetë lumja të e shke kojtë, që në në tonë e ke lypë. Edhe një ujë plagës dhe një shalyp ke ujë, ato me këna lonë të dhera hymjes kër i në dollë. Edhe aty ku ka rovë bumja, e kom po një, pës ku shokon nuk e di, e shkon një thëmi, e krejt kryt mlami kërbon. Kom këqyrë, ka erë thamu, tash ku të shkaj aty, sët jem ku të shkaj të shatë, i shatë i levizje. Unë ku të shkaj aty më nej që u shpia plët gjithë. Seansa që nisi me nderimin e viktimave nga këto masakra u kthye në arenë për plasjesh, kur filloi diskutimi për projektligjin për konfiskimin e pasurisë. Pavarësisht kundërshtimeve, kjo nismë ligjore u miratua. Me më të bashkuar ishin deputetët e pranishëm që i thanë po dërgimit të FSK-s në Gaza.
Me nguti po shkonte në ulsin e kryetares së kuvendit. Përndon se në seancën e fundit ju kërkua të vinte me kohë, kryetarja Albulena Axhiu sërish u vonua rreth 30 minuta. Dhe më të nisur seanca u tentua që në rendite të futën edhe 2 projektligje për energjinë, por nuk morën votat e mjaftueshme. Kjo u kritikua nga deputeti PDK-s Ferhat Shala në deklarimin e tij jashtë pikave të rendit të ditës. E që qeveria që sot e sjell me procedurë të shpejt e ka pas këtë mundësi tash e 6 vjet me vo. E ati u kundërpërgjigj ministria Artan Rizvanolli, duke arsyetuar nevojën e miratimit të tyre. Ligjet që i keni sot para jush i kanë kaluar konsultimet publike më shumë se 15-16 muaj më herët. Por kur deputeti Shala u ngrit nga vendi për të replikuar pa lejen e kryeparlamentares, kjo fundit më nuk ja dha fjalën. Ullën vend se nuk e merr fjalën pa ta jep fjalën. Kjo punë u kry. Lexoj rregulloren e punës kuvendit dhe e sheh se kush është përgjegjës për me dhënë fjalë në kuvendin e Kosovës. Sidoqoftë kjo u tejkalua dhe seanca vazhdoi me deklarimet jashtë rendit të ditës e me pyetjet parlamentare. Këtu si rrallë herë ministri i vetëvendosjes u komplimentua nga deputetja partisë më të madhe opozitare. Ministri u tregu shumë efikas në rregullimin e semaforave Skënderaj dhe po shpresoj shumë që ashtu efikas ka me kanë edhe në rregullimin e rrugës. Më pas në pikë të rendit të ditës ishte byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, të cilën ministri Agrvala e prezantoi në parlament. Është një projekt ligj që e bën të qartë se në Republikën e Kosovës atëherë kur ushtron funksion publik, askush nuk duhet të jetë mbi detyrimin për ta justifikuar, arsyetuar pasurinë e vet. Vërejtje e kritika për projektligjin dhanë që të 3 partitë opozitare. Ministri a thash miratu 3 herë në qeveri dhe kjo tregon për kushtimin institucional për këtë çështje. Në fakt kjo tregon faktin që ligji deri këtu nuk është bërë mirë dhe është rrëzuar 2 herë në gjykatë kushtetuese, prandaj sot debati profesional për me adresu se cilin vrejtje dhe jo politik është veçanërisht i rëndësishëm. Apo kërkojmë një fitore politike sot për të thënë që byroja ka kaluar, apo një ligj që qëndron nesër pavarësisht se kush është në pushtet. Elementi i konfiskimit nuk ka vënë në këtë ligj. A dim se s'ka vënë në këtë ligj, për shkak se ajo është detyrë e përshkruar prej kushtetutës dhe prej ligjeve në fuqi të një funksion tjetër. Por në fund LDK-ja e AK-ja votuan pro projektligjit për dallim nga PDK-ja që abstenoi. Ime konstatoj se kuvendi miratoi në parim projektligjin për byron shtetërore për verifikimin e pasurisë pa justifikueshme. Ndërkaq unanimisht subjektet politike votuan për misionin e dërgimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Gaza. Kuvendi vendosi për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e Forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. Në kuvendin e Kosovës edhe aktualisht është duke vazhduar seanca, mirë po tani në rendite është votime për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Për këtë, siç mund ta shohim tani edhe përmes pamjeve direkte të cilat vijnë nga kuvendi i Kosovës, deputetët vetë se kanë filluar votimin për rundin e 4 në të cilin janë 3 kandidatë: Emina Avdyli Pozhari, Flamur Mrasore dhe Jonida Gjafa. Jo vetëm deputetëve, por të gjithë zyrtarëve publik, sot ju publikuan të dhënat rreth deklarimit të pasurisë. Detaji që mori vëmendjen ishte kryeministri Albin Kurti, që tha se në xhiro llogari posedonte vetëm 16 euro. Por sa është pasuria e politikanëve në Kosovë, kuptojmë më gjithsesi në vijim. 1.800 euro kishte raportuar se i kishte në bank në 2024. Veç një vit më pas, në konto i figuroi 1.783 euro më pak. 16 euro e 41 cent janë kreditmitet financiare që kryeministri Albin Kurti thot se i ka në llogarinë bankare. Ani pse brenda vitit ai merr pak vjetore mbi 21.000 euro. Ndërkohë që bashkëshortja e tij norvegjeze numëron 21.500 euro para të gatshme në banka, e heq më pak se 530.000 është pasuria e paluajtshme e saj, krahas 160.000 eurove borxhe për kredin. Koto Kurti i deklaroi në pasurinë e tij për vitin 2025. E qerane shtëpisë që dikur e paguan të 250 euro, tash atë Kurti thot se e paguan për 100 euro më shumë.
Kryeministri deklaroi se nuk ka para në duar, por zëdhënësi i tij doli t'i kishte 16.800 euro në duar, shumica e tyre mjete të përbashkëta familjare. E ish presidentja Vjosa Osmani që pati shumë udhëtime zyrtare jashtë vendit gjatë 2025-s, për disa raportoi me ditje. 10.305 euro ajo i deklaroi moditje nga ato takime, krahas pagës në vlerë 33.248 euro që e merrte si presidente. Në pronësi të saj ka deklaruar një arë në vlerë 35.000 euro, ndërsa në pronësi të përbashkët një shtëpi në vlerë 208.000 euro. Në emër të bashkëshortit ajo ka deklaruar një banesë në vlerë 60.000 euro, shtëpi në Australi në vlerë 510.000 euro, shtëpi tjetër në Australi në vlerë 170.000 euro dhe një garazh kolektiv në vlerë 5.000 euro. Si detyrime financiare kanë renditur 9.000 euro si këste të papaguara për punët shtesë të shtëpisë nga kompani të ndryshme dhe 20.500 euro tjera si huamarrje për pagesën e banimit në Melbourne. Sipas deklarimit të pasurisë të publikuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, banesë bleu kryetarja e Kuvendit Albudena Haxhiu në vlerë 128.740 euro, bashkë me bashkëshortin e saj. Megjithse për të raportohet se e marrën me kredi prej 160.000 euro në emër të saj, ku vlera e mbetur është 159.089 euro. Te pasurit e luajtshme, Haxhiu ka deklaruar një vetur në vlerë 9.700 euro në pronësi të përbashkët. Si të hyra vjetore, ajo ka renditur pagën nga Kuvendi në vlerë 22.658 euro, moditje në vlerë 234 euro dhe 1.140 euro të tjera, nga shtesat dhe kompenzimet e tjera. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, nga hapësirat e Kuvendit ka konfirmuar se me vetëvendosjen janë duke vazhduar bisedimet për çështjen e të parit të shtetit. Ai tha se qëllimi është arritja e një marrëveshjeje sa më shpejt për të siguruar funksionalitet institucional. Jemi në konsultime aktive, kryetari LDK-s është punu me i dhanë mundësi një marrëveshje mes LDK-s dhe LVV-s. Ky është qëllimi jonë, që më bë shteti funksional, me pas organin më të lartë përfaqësues që është presidentja sa më shpejt. Jena në 11 ditën e fundit dhe ky 11 ditë duhet me na obligu që sa më shpejt me i dhënë vendit marrëveshje. Bashkëpunimi o vlerë, nuk është dobësi. Për vizitë zyrtare në Kosovë sot ka qëndruar Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi. Në një deklarim të përbashkët para mediave me Ministrin Ejup Maqedonci, homologu i tij nga Shqipëria tha se nuk kanë informacione se KFOR-i do të ndryshojë angazhimin në vend. Ja kanë ngjitur shqetësimin e përgjithshëm të sigurisë në ajo, veçanërisht sigurisë në Kosovë. Kemi shprehur shqetësimin tonë në raport me situatën e sigurisë, duke e theksuar që situata e sigurisë në Kosovë është e drejtë për drejtë situatë sigurie për Republikën e Shqipërisë dhe çdo zhvillim dhe çdo implikim i mundshëm në Kosovë pas sjell një shqetësim patjetër në Republikën e Shqipërisë sa përket sigurisë. Në të dy takimet si me zotin Rudë si me zotin Dragona u konfirmuan që nuk ka një ndryshim paktën deri më sot të planeve të sigurisë të KFOR-it për sa i përket angazhimit të KFOR-it në Republikën e Kosovës. Besoj që të gjitha shqetësimet e tjera do të mitigohen dhe do të adresohen në kuadër të bashkëpunimit që ne kemi në aleancë. Besoj që situata e sigurisë në Kosovë për sa kohë ne i bëjmë gjithë ato të shtëpisë si në Kosovë, po si edhe në kuadër të aleancës, vazhdon të jetë të qëndrueshme. Në kazermën Adem Jashari, përmes një ceremonie solemne, është shpallur fituesi i garës së ushtarit më të mirë për vitin 2026. Vendin e parë në këtë garë e rëmbeu Elvis Qitaku, pjesëtari i FSK-s. Vendin e dytë e zuri Ismail Ahmeti, ndërsa vendi i tretë i takoi Sead Veselit. Në garë morën pjesë gjithsej 44 pjesëtar, prej tyre 22 nga vendet partnere të Kosovës dhe 22 nga FSK-ja. Ekipët pjesëmarrëse në garën për ushtarin më të mirë 2026 ju nënshtruan 10 disiplinave të ndryshme. E ata që i paraprim formimit të ushtrisë, veteranët, kanë kërkuar tash sa kohë ligjin për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s. Meqense kjo lutje e tyre nuk u shqyrtua nga institucionet, OVL-ja e UÇK-s paralajmëroi sot protestë. Kemi marrë vendim që në qoftë se
javën e ardhshme, qeveria e vendit tonë, parlamenti i vendit tonë nuk merr iniciativë për hartimin e këtij ligji, neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të dalim në rrugë dhe të protestojmë për këto drejta që na takojnë. Kjo ka qenë ideja e ftesës sot për ju, prandaj edhe një herë përsërisim, nëse nuk do të reflektojnë dy institucionet e vendit tonë, qeveria dhe parlamenti për hartimin dhe miratimin e këtij ligji, do të jemi të gatshëm dalim protestojmë për këtë drejtë që na takon. 2 punëtorë ka mësuar lëndime pasi janë rrëzuar nga mjeti i punës. Policia e Kosovës ka njoftuar se rasti ka ndodhur në fshatin Ceraj të Leposaviqit dhe është cilësuar si rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Është raportuar se 2 burra, punëtorë të një kompanie private, derisa ishin duke punuar, janë rrëzuar nga mjeti i punës dhe ka mësuar lëndime të rënda trupore. Të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësor në spitalin rajonal për tretman. Thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Për rastin thuhet se është arrestuar një i dyshuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Gjersa gjatë ditës është raportuar edhe për një rast tjetër të lëndimit në vendin e punës në komunën e Ferizajt, ku i lënduari tashmë po merr trajtim në QKUK dhe nga ky institucion kanë thënë se gjendja e tij shëndetësore është mjaft e rëndë. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.